Java Hotel ndodhet vetëm 80 metra larg nga plazhi dhe është i pozicionuar shumë mirë në lidhje me zonën përreth. Ka autobus të rregull që të çojë në qendër të qytetit të Palmës. Hoteli disponon 249 dhoma, të gjitha me ajër të kondicionuar dhe në pjesën më të madhe me pamje nga deti. Ai gjithashtu ofron pishin të jashtme me pjesë të veçanta për fëmijë, pishin të brendshme dhe qendër fitnessi. Shumë pranë me hotelin gjendet akuariumi i Palmës. Ky është një ndër akuariumet më të mëdhenj në Europë, ku mes larmisë së botës në Nujore do të mund të shihni edhe peshkaqenin. Playa de Palma është një zonë e qetë dhe shumë e pastër e Palmës. Pas plazhit në ujërat e kaltra të Playa de Palma, si dhe pas pushimit në mbrëmje, keni mundësi pafund për të argëtuar. Jo shumë larg nga Java Hotel, është zona më e mirë e birarive në të gjithë Palmën, mes të cilëve veçojmë Mega Park. Ndërkohë, nëse do të ecni përgjatë shëtitores së Arenalit, do të gjeni klube dhe disko, ku mund të argëtoheni deri në orët e para të mëngjesit.